Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kujt do t'ja merrte mendja se vetëm duke konsumuar speca djegës ju do të kuronit këtë sëmundje. Speca djegës përdoren në pjesë të ndryshme të botës dhe përkundër themeve që vërtet mund të lidhen rreth tyre, speci djegës ka përfitime të mëdha, veçanërisht në trajtimin e problemeve të ndryshme siç janë ato të luhatjeve të sheqerit, të qelizave të dëmshme, eliminimin e goditjeve në tru dhe zvogëlimin e dhimbjeve të kyçeve. Këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i specave të kuqdjegës, sipas ekspertëve të Health Truths. Speci djegës lehtëson simptomat e diabetit dhe mban insulinën në gjak. Përmban kapsaicinë e cila i reziston inflamacionit dhe oksidimit dhe kontribon në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Kapsaicinë që gjendet te speca djegës përmirëson shëndetin e zemrës. Ai luan një rol të rëndësishëm në eliminimin e qelizave të mpiksjes së gjakut dhe zvogëlon kolesterolin e dëmshëm në shëndet. Speci i kuqdjegës mund të heqë edhe gazrat dhe ngërçet. Një mënyrë natyrale për humbjen e peshës sepse funksionon edhe për të shtypur oreksin për periudha më të gjata kohore. Speci i kuqdjegës është një perime antiinflamatore. Speci i djegës ndihmon në trajtimin e ftohjes, gripit, dhimbjeve të fytit për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Vlen të përmendet se ka disa studime që tregojnë edhe pse përdorimi i specit të kuqdjegës vazhdimisht në javën tuaj mund të sjellë edhe shumë përfitime në sistemin e frymëmarrjes. Te specat e kuqdjegës gjenden një sasi shumë e madhe e kapsaicinës, flavonoide, vajra esenciale, karotenoide, celulozë, kalcium dhe hekur. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më i madh se të gjitha frutat ose perimet e tjera, ndërsa gjendet edhe në sasi të konsiderueshme vitamina A, K dhe B. Jo më kot studiuesit e kanë nisur ta quajnë atë ari i kuqit tavolinës. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund të hajnë specat e kuqdjegës sepse ndjekin dietën edhe për djegje të stomakut. Madje në shumë kultura është prapur tradita popullore e çajit për tretjen e ushqimit i bërë me kamomilë të ngrohtë, një lugë me specë djegës plur dhe një lugë me mjaltë si ëmbëlsues. Po ashtu, shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante për shkak të pasojave të hemoroideve. Në të vërtetë që prej viteve 1857, Akademia Mjekësore Franceze ligjëronte zyrtarisht vlefshmërinë e specit të kuqdjegës kundër hemoroideve, por ajo që duhet theksuar është se duhet të përdoret në sasi të vogël dhe të moderuar. Nuk këshillohet të përdoret nga të vegjëlit, sidomos pa mboshur moshën 13 vjeç. Po ashtu nuk duhet të përdoret në masë të madhe edhe nga ata që vuajnë nga aciditeti i lartë i stomakut, ulcra, hepatiti, kistet ose hemoroidet. Teprimi mund të shkaktojë iritime të mukozës së zorës, inflamacion gastrointestinal në stomak dhe në veshka. Megjithatë, në doza të vogla mund të shërbejë për të lehtësuar disa lloje të problematikave. Speci i djegës është krejtësisht i këshillueshëm në receta parandaluese të infarktit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm i tij ul nivelin e kolesterolit në gjak, ndihmon zemrën, ndihmon punën e arterjes në gjak. Farat e specis djegës përmbajnë shumë acide që eliminojnë nga arteret kolesterolin e tepërt dhe trigliceridet. Kapsaicin vepron edhe te metabolizimi i yndyrnave dhe përshpejton dhe pengon akumulimin e tyre. Një studim i fundit nga Chinese University i Hong Kongut e konfirmon plotësisht këtë. Kërkuesit ushqyen kavjet me një dietë të pasur me ushqime të yndyrshme. Grupi që përveç ushqimit kishte konsumuar edhe specat e kuqdjegës kishte nivele më të ulta të kolesterolit në gjak. U vërtetua se kapsaicin ka një efekt pozitiv edhe te personat të prekur nga diabeti, sepse përmirëson aktivitetin e insulinës. Për të pasur një efekt mbrojtës në nivelin kardiovaskular, nuk është e nevojshme të konsumoni sasi të madhe, por të konsumoni atë në mënyrë të vazhdueshme. Studimi i vetive antisëmundje të specave djegës ka nisur shumë kohë më parë në dietën Moerman të eksperimentuar në Holand që prej viteve 1930 personave ju dha ushqim i cili përmbante vitamina si jodi, si acidi citrik, vitamina të grupit B, hekuri, vitamina A, vitamina E, vitamina C. Dieta bazohet në teorinë se këto element duhet të riekuilibrojnë metabolizmin, janë në gjendje të parandalojnë qelizat të dëmshme.
Kohët e fundit kërkuesit e Southern Science Medicine Center in Los Angeles në SBA kanë studiuar efektin e kapsaicinës në laborator dhe kanë mundur të tregojnë se ky princip aktiv ndihmon në parandalimin e shumë llojeve të qelizave, sidomos atyre të prostatës, atyre të mushkërive dhe të zorës së trashë. Në Kinë, speci kuqdjegës përdoren normalisht kundër depresionit. Me specin e kuqdjegës mundeni edhe të dobësoheni. Për këtë janë të bindur profesorët Henry dhe Emery që në revistën shkencore Human Nutrition kanë publikuar një studim me titullin Efektet e ushqimeve pikante mbi metabolizmin. Në një përfundim të tillë ka arritur edhe një grup kërkuesish i Universitetit të Tasmanisë. Speci kuqdjegës mund të jenë një aleat i mirë për shëndetin tuaj dhe konsumi i tij në mënyrë të moderuar mund të sjellë përfitime të larmishme në mbrojtjen e organizmit. Një studim i Cleveland Clinic në Shtetet e Bashkuara pretendon se njerëzit që konsumojnë rregullisht speca djegës kanë në 23 deri në 26% më pak rrezik të humbasin jetën në mënyrë të parakohshme për problemeve ose sëmundjeve në zemër. Sipas këtij studimi, njerëzit që hanë speca djegës janë gjithsesi 25% më pak të rrezikuar nga humbja e jetës në mënyrë parakohshme nga sëmundjet e tjera. Gjetjet u bazuar në të dhënat prej 570.000 njerëzve nga Shtetet e Bashkuara, India, Kina dhe Irani. Sipas ekspertëve, ky efekt i specave djegës ia atribuohet kapsaicinës që jep speci djegës. Kapsaicina shërben si një antioksidant i fuqishëm që lufton inflamacionin dhe shkatërron mikrobet. Kjo e bën atë tepër të çmuar në luftën kundër problemeve, sëmundjeve të zemrës dhe obezitetit. Kapsaicin ka një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret edhe nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i speci djegës ul tensionin e gjakut, kolesterolin dhe pengon trombozën. Pavarësisht të gjetjeve premtuese, ekspertët rekomandojnë kryerjen e testeve klinike për të përcaktuar sasi, formë, frekuencën dhe konsumin dhe llojin e speci djegës që duhet të konsumoni për të marrë të gjitha këto përfitime prej tij. Veç të tjerash, në studim theksohet se konsumi i ushqimeve me nivel të lartë kapsaicin mund të jetë një acarues për gojën, stomakun dhe zorrën. Ky acarim mund të shkaktojë të vjella, diare, ndërsa nuhatja e kapsaicinës ose produkteve të saj shkakton koll, vështirësi në frymëmarrje, lot të përzira, madje dhe verbëri të parakohshme. Për këtë arsye, njerëzit këshillohet që të mos e teprojnë me konsumin e specave djegës dhe ta përfshin atë në regjim të shëndetshëm ushqimor. Speci djegës mund të përdoret si një zëvendësues i kripës, mund të përfshihet në shumë gatime të shijshme dhe të shëndetshme. Për ata që ka tolerancë të ulët ndaj djegësit, ekspertët këshillojnë që të përzieni specin djegës me yndyrra të shëndetshme si avokado ose edhe arror, sepse kafeicina tretet edhe në yndyrë dhe gjithashtu mund të jap shumë përfitime. Speci i kuqdjegës mund të mbrojë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës suaj. Speca djegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlojnë rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru dhe reduktojnë ndikimet negative të kolesterolit të lartë. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në uljen e presionit të gjakut. Është provuar shkencërisht se specat e kuqdjegës ulin presionin e gjakut dhe relaksojnë enët e gjakut. Studimet kanë treguar se kapsaicin në specat pikant largon qelizat e dëmshme. Kjo perime dhe erëz dhe gjithashtu ndihmon në luftën nga ftohja dhe ndalon trashjen. Ajo ka veti të mira antiinflamatore. Speci ka veti antiinflamatore, madje rekomandohet në rastin e kollës. Ai lehtëson edhe dhimbjet reumatizmale. Për këtë mjafton zbutja e tij për një farë kohe në një sasi alkooli dhe aplikimi në vendin e dhimbjes. Ai ndihmon edhe në humbjen e peshës. Përveç kësaj, ushqimet me erëz çojnë në reduktim të peshës trupore. Shija pikante e specave detyrohet kapsaicinës, e cila gjithashtu favorizon tretjen, ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Ajo çliron edhe nga zemërimi. Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndihen më mirë. Prandaj është e dobishme dhe në luftën kundër depresionit. E vetmja gjë që duhet të keni parasysh është konsumi i saj në mënyrë të kujdesshme dhe asnjëherë të tepruar. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.